Kol Ivanaj paremëron kandidimin për kryetar të komunës së Tuzit. Rrokën time do t'ja dhuroj popullit. Bashkëdhetari nga Malësia, Kol Ivanaj, i cili jeton dhe vepron këtu në Shtetet e Bashkuara në Michigan, ka bërë publike synimin e tij për të kandiduar për kryetar të komunës së Tuzit në zgjedhjet e ardhshme lokale. Përmes një mesazhi drejtuar qytetarëve të Malësisë, Ivanaj ka shpalosur vizionin e tij për drejtimin e komunës, duke theksuar se kandidimi i tij nuk motivohet nga interesa personale apo përfitime materiale, por nga dëshira për të shërbyer vendlindjes. Nuk po hyj në këtë rrugë për pasuri as për famë e privilegje, nuk më duhet rroga e komunës, makina zyrtare apo shpenzimet që bëhen në emër të pushtetit, shkroi ai. Mjaft me premtime boshe, mjaft më që të qytetarit kujtohet vetëm gjatë ditës së zgjedhjeve. Ivanaj thekson se ashtu si shumica e bashkëvendësve, ka emigruar në SBA, ku ka ndërtuar biznesin e tij familjar dhe ka siguruar jetën e tij, duke shtuar se nuk ka nevojë për një post politik për përfitime personale. Sipas tij, qëllimi është që Malësia të ketë më shumë zhvillim ekonomik, investime, vende pune dhe mundësi për të rinj. Ai kërkon një administratë transparente, mbështetje për familjet dhe bizneset vendore, si dhe një komunë që sipas tij të jetë shtëpi e qytetarëve dhe jo vend privilegjesh për individët. Një nga premtimet e Ivanajt është se nëse zgjidhet kryetari i komunës së Tuzit, nuk do mbaj pagën e kryetarit. Në programin e tij ai fletë për tërheqjen e investimeve të huaja, duke deklaruar se është i gatshëm të investojë kapital personal dhe të shfrytëzojë kontaktet e krijuara në SBA për të sjellë investitorë amerikanë dhe evropianë në Malësi.